Të nderuar prindër, mësimdhënës, mysafirë të respektuar, të dashur nxënës dhe të gjithë ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në manifestimin ton festiv me rastin e 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së Kosovës. Sot është një ditë e veçantë për ne, sepse përveç festës së pavarësisë, ne shënojmë edhe 18 shkurtin, ditëlindjen e heroit ton kombëtar, Hysser Rexhepi, emrin të cilit me krenari e mban shkolla jonë. Prandaj, sot festojmë dy ngjarje të rëndësishme: ditën e pavarësisë së Kosovës dhe ditën e shkollës tonë Hysser Rexhepi. Një falënderim i veçantë shkon për përfaqësuesit e drejtorisë komunale të arsimit, për anëtarët e këshillit drejtues të shkollës, për kryetarin e këshillit të prindërve dhe për të gjithë ju që na nderuat me praninë tuaj. Prania juaj e bën këtë festë edhe më madhështore. Në nderim të kësaj dite, nxënësit tanë me përkushtim dhe dashuri, së bashku me mësimdhënësit e tyre, kanë përgatitur një program të pasur me poezi, këngë korale, monologe, recitale dhe valle popullore. Tani, kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë rasti drejtoreshën e shkollës tonë Hysser Rexhepi, zonjën Lumia Raha. E nderuara familje e heroit të Kosovës, Hysser Rexhepi. Të nderuar prindër, përfaqësues institucional, mësimdhënës të respektuar, të dashur nxënës, mysafirë dhe miq të çmuar të shkollës sonë. Sot qëndroj para jush me emocion dhe kënaqësi të veçantë, në një ditë që bashkon zemrat rreth vlerave më të larta të arsimit, lirisë dhe të dashurisë. Sot festojmë ditën e shkollës sonë. Një ditë me domethënie të thellë historike e shpirtërore. Kjo ditë lidhet me ditëlindjen e heroit të Kosovës Hysser Rexhepi, emrin e të cilit shkolla jonë e mban me nder dhe përgjegjësi. Kjo përputhje nuk është rastësi, është një kujtesë e përhershme se liria dhe arsimi janë ndërtuar mbi sakrificë, guxim dhe përkushtim. Emri i tij na obligon të synojmë gjithmonë më lart, të punojmë me dëshmëri dhe të ecim përpara me dinjitet. Të dashur nxënës, ju jeni krenaria dhe shpresa jonë më e madhe. Çdo sukses i juaj është dëshmi se kjo shkollë po ecën në rrugën e duhur. Arritjet tuaja janë fryt i punës së palodhshme të mësimdhënësve, përkushtimit tuaj dhe mbështetjes së vazhdueshme të prindërve. Së bashku kemi ndërtuar një kulturë suksesi, bashkëpunimi dhe respekti. Të nderuar mësimdhënës, roli juaj është i shenjtë. Ju nuk edukoni vetëm nxënës, por formoni breza që të të mbajnë gjallë idealin e lirisë, dijes dhe atë dashurisë.
familje e nderuar e herojt Kosovës, Hysén Rexhepi. Shumë e shtreta Nana Falia. Faleminderit për besimin dhe dignitetin tuaj në vite. Emri i tij jeton në përditshmërinë tonë, në çdo arritje dhe në çdo hap përpara në hijen e kësaj shkolle. Në këtë ditë të shkollës, premtojmë se do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim, duke ngritur cilësinë e arsimit, duke edukuar breza që të ndërtojnë Kosovën me dije, punë dhe dashuri për atë dheun. Lavdi herojt të Kosovës Hysén Rexhepi. Lavdi të gjithë të shkollëve të kombit. Urime dita e shkollës, urime 18 dhjetori pavarësisë Kosovës, liri për shërimtarët, faleminderit nga zemra. Faleminderit drejtoresh për fjalët tuaja inkurajuese dhe mesazhin tuaj. Programin ton e hapi me një poezi kushtuar herojit ton, Hysén Rexhepi, e recituar nga Aylin Bytyçi, e shoqëruar nga kori i shkollës. Ku hapa tanë, sot dalën. Ndjej një zë që s'është i dukshëm, por flet pa fjalë. Kush ishte ai që emrin shkolla jonë banë sot? Pse heshtin muret, kur e përmendim plot? Ishte nxënës, si ne, me libra e laps në dorë, me ëndra të mëdha, e zemër plot dritë e zjarë. Po ja që përpara, në sfida e thirr jeta, në një luftë pa laps, një histori pa lekra. Dora ati e njom, mori detyrë tjetër. Nga bankat e shkollës, doli në një rrugë tjetër, ku tash i duhet në krataket edhe një kush. Përballë jetës zemra e tij u bë si një hekur, se jo, trimi nuk e shihte rësirën. Ai ndiqte zemrën, të drejtën e të mirën. Hysén Rexhepi, emër që jeton, në çdo fjalë, në çdo vargje, në çdo shkronjë. Trembjen e pati, po më të madhe e kishte dashuri. Për tokën, për gjuhën, për Kosovën e lirinë. Librin se la në bank, e mori në shpirt. Se liria është mësimi më i drejtë që u shkrua me gjak e me dritë. Sot, ne mësojmë të lirë, në banka të qeta, ndërsa i u bë mësim për sa tjetë jeta. Pa i na mësoj që pa hyrë në klasë, se atë dheu ruhet me zemër, me besë, me fjallë, me sakrificë pa masë. Atëherë le ta mbajmë emrin e tij me nder, jo vetëm në tabelë, por në vepra çdo herë. Le ta bëjmë ndjen drejt sa ardhme së lirë, se Hysén Rexhepi jeton. Jeton sa herë që ne jemi më të mirë. Lavdi dëshmorit që u bë histori. Lavdi emrit që na mësoi emrin liri. Në këtë shkollë, në çdo brez që rritet sot, Hysén Rexhepi jeton. Jeton për jetë e motë. E në zemra tona për herë plot krenari, për të burojnë tinguj kënge, rjedhin melodi.
Vazhdojmë me interpretimin e këngës korale Zambaku I Prizrenit, interpretuar nga kori I shkollës. Në vazhdim kemi një monolog me titullin Jam shqiptar, recituar nga Benjamin Beqiri. Jam shqiptar, e kosovar, sot e krenar, sot e bujar. Mbi këtë ve që e kam si fe, e për një fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Që gjysh tër gjysh, që brez pas brez, që gjithmon. Ti shkja fred, ti shkja vërtet, që e lartë në red se jam barbar. Jo, s'jam si vërtet ti, s'jam si buqet ti, ti shkja I zi. Po vendin ti me dua, lirin e dua, e zdua zot mbi mua, se jam këtu, kur s'kish njëri, kur s'kish kufi, as qin njëri, e as shkjo të zi. Unë jam këtu, e do të jem, dem baba dem, sa malit me ti, e hirë
e shtërma, i vrasht jam e bojallu, dhe syt e mi janë plot shkëndi, si patërdi, dhe kam uri si s'ka njeri, për drejtësi dhe për lirin e vendit tim. Ma vran, se urdhër dha krali i vetë, të vritet se i Kosovar dhe se i zotë mbi këtë dhe. Dhe tokën që e kisha nga baba, nga gjyshi, rënjë pas rënjë, prej qindra vjetë, prej mira vjetë. Ma morën. Ma morën batanën që e desha si gjanën. Ma morën me armë në duar, me qak në përduar. Dorova sa nuk dëron njeri e as perëndi. Më dan armë të vras vëllon, më thanë të ngrihem të ik, ku qili pustët me dhejnë, Stambol, Anadole më tejnë. Po mali i tokës s'mëna, mali i fushës s'mëna, e as qoku i popës s'mëna. Dhe unë dot nga toka s'ndova, dhe mbet atë jam ku jam, e ku do të jem. Jam e shtërmath, e boja liv, e me japin, si më sheti, si më njeti, po kam një zamër në gjoksin tim, që pa pushim më re si drin. Hej, kom i lirë kosovar, ti kom shqiptar, ti zot krenar, ti djallëri, ti pleqëri, bëhu gati për vrullëri, ta djegësh botën, ta bësh hi për Kosovë, për liri e për Shqipëri. Programi vazhdon me një tjetër këngë korale nga kori i shkollës. Kënga titullohet Kosova, Kosova. Falenderojmë korin për një paraqitje të shkëlqyer. Tani në skenë vjen një tjetër poezi. Poezia titullohet Fleta Flet.
interpretuar nga Rajana Gashi. Në mes të hirit, atë ku zjarri kaloi si mish pa mëshirë. U gjetë një fletë e barë. Si pavajësia që nuk u mbrojt kur. Gjithçka tjetër ishte shkumbuar. Mure që ruanin zëra, dhoma ku rrite jeta, këndi ku një fëmijë ndronte të rritej. Por ajo fletë mbeti, e vetme, e heshtur, e rëndë sa një varë. Ajo fuglushe donte të rritej, të shkruan të më shumë, të dashuron të jetën. Por jeta ju këput para 27 vitesh, pa pyetje, pa arsye, pa mëshirë. Serbi nuk I mori vetëm frymën, ja mori të nesërmën, ja mori fjallën e fundit, ja mori dorën që shkruante. Oh, sa dhe, a thua si është ndjerë kur lopë si ranga dora, kur fjalia mbeti për gjysëm, kur frika kushto jetën dhe dashuria për jetën nuk gjeti më vend. Në këtë fletë, janë lotë që nuk u pan kur, janë lutje që nuk u dëgjuan, janë pritma që u mbëtë në flakë. Çdo resht është një thirrje për lirin. Çdo fjalë është një jetë e ndërprerë. Zjarri e dogji shtëpinë, por nuk e dogji dhimbjen, nuk e dogji kujtesën, nuk e dogji të vërtetën. Sepse vërteta, kur shkruhet me shpirt fëmije, nuk digjet kur. Fleta flet, flet me dhimbje, flet me heshtje, flet për të gjithë ata që nuk patën po të rriten. Dhe ne duhet ta dëgjojmë. Edhe kur dhem, e sidomos kur na dhem. Pas kësaj poezie, programin vazhdon me një valli tradicionale. Në skenë vjen vallja Xhamadanit, e interpretuar nga grupi valltarëve të shkollës.
Falenderojmë vallëtarët për interpretimin e tyre të maniqëm. Në vazhdim kemi në skenë teatrale Zërat e Lirisë, interpretuar nga Rumejsa Gashi, Arisa Kryeziu, Artmila Imi, Anisa Gashi, Elisa Jozi, Aulona Cikaj dhe Erisa Gashi. Sot nuk jemi këtu vetëm për të festuar. Sot jemi këtu për të kujtuar, për të ndjerë e për të mos harruar. Kosova nuk u ndërtua me fjalë, por mbi plagë, mbi lot nënash, mbi trupat e të rinjëve që u shndrua në flamër. Birë, emrin të thëras çdo natë, por përgjigjen ma sjell vetëm erë. Po të flas në errësirë, se drita më mungon pa ty. Shtëpia është plot zëra, por e zbrazët pa ty. Kur dole nga dera më the, nën, kthehem shpejt e ti, por shpejtësia jote u bë përjetësi. Nën, mos shojë, mos me kërkon në të tokë të ftohtë. Gjoku im nuk u derdh kot. Lumbat ma morën jetën, por jo Kosovën nga zemra ime. E lash rinin në pragun e lirisë, që fëmijët e Kosovës të mos jetojnë më me frikë. Unë jam të çdo nxënës që mëson lirisht, në çdo flamur që valon, në çdo ëndër shqiptore. Unë jam nxënësja e Kosovës së lirë, por zemrën e kam të mbushur me histori lufte. Nuk i pash masakrat, por i ndjej në historinë time. Nuk kam dëgjuar krisma, por kam dëgjuar rëfime. Ju na e lat amanet këtë vend, nuk do të harojmë, nuk do të tradhtojmë. Shkollat tona mbajnë emrat tuaj, e librat tanë historinë e juaj. Ku janë ata që nuk u kthyen? Ku janë emrat pavare? Të zhdukurit janë dhimbje që pret drejtësi. Kur gjithçka u shkatrua, libri mbeti, e dia u bë drejt. Mësuesit ruajtën gjuhën, flamurin, kombin, sepse gjuha jonë është dritë. Drita nuk fshihet, edhe kur errësira rritet. Ata punuan me vullnet, për kushtim dhe sakrificë. Shpesh të uritur, të lodhur, të kërcënuar, pa siguri për të nesërmen. Megjithatë, ata nuk u ndalën, nuk e praktikën dijen. Përmes librave, fletoreve dhe fjalës së mësuesit, u mbajt gjallë shpresa, vetëdia dhe dinjiteti i një populli të tërë. Sot, kur flitet për lirin, shtetëndërtimin dhe të ardhmen e Kosovës, kjo periudhë nuk duhet parë si histori e dhëmshme. Ajo duhet kujtuar si shembull i përgjegjësisë morale dhe profesionale, sepse mësuesit asoj kohe nuk ishin vetëm edukator. Ata ishin shtylla e mbijetesës kombëtare. Unë jam Kosova, toka që u la në gjak, jam emri që u ndalua së shqiptore, jam klithma që u bëhen. Mbi trupin tim u bën masakra, u zhdukën pleq, të rinj e fëmi, u dogjën shtëpi, u thyrën ëndra, por unë ngrita nga hiri. Nga dhimbja mora forcë, nga gjaku linda flamur, nga lotët nxora shpresë, por nuk kurozova kur. Sot nuk festoj vetëm pavarësinë,
Sot festojmë qëndresën, kujtesën dhe betimin për të mos nënshtruar kur. Oj Kosovo djep lirie, çdo kur shpije e një bajrak, u që këjat pas ka hije, për atë ndër shumë gjak. Mos harroni, mirë pavare, Lënat babi, Kosovët pazë, Liria është gjak, liria është lot, Liria është betim. gëzuar shtat me shkurti, lavdi të shmorve, rov Kosova e lirë. Pasër citatit, juftojmë të shijoni një valle popullore turke, e interpretuar nga grupi valltarëve të shkollës. Të nderuar të pranishëm, po ja afrohemi fundit të këtij manifestimi festiv. Për ta përmbyllur këtë ditë dhe për të shënuar, ftojmë në skenë valltarët e shkollës për interpretimin e vallës së Drenushës. Ju falenderojmë përsërisht për pjesëmarrjen dhe mbështetjen tuaj. Gëzuar 17 shkurti, dita e pavarësisë Kosovës. Gëzuar dita e shkollës Hysén Rexhepi. Mirupafshim në aktivitetet tjera. Kuria jote më
jetën ta